Zbresim në aeroport, thash edhe shumë të huaj, shumë shqiptarë në avion në një farë moshe, që nuk orientoheshin dot. Ata u futën për kthej për këtë mundesha në aeroport. Kishim një, domethënë në kufi qelloi një person që në çiki rrep, tipik gjerman. Bëmja 2 batuta bashkë, edhe ishte një ditë përpara sa të filloja punë në Deutsche Welle. Më thot ky zotëria, më thot, po ti vëllë mos e ndihmove gjithë po çojmë edhe tyre se si dihet. E nxjerr pasaportën, unë mjet identifikimi çka kisha. Edhe më thot ku punon, i thash dita e parë punës në Filan Media etj etj. Shumë shqiptarë të tjerë, domethënë përpara meje që i kisha ndihmuar me përkthy, me kalu kufirin, jo ku do rrishe, sa do rrishe, gjitha këto pyetje tipike që bëhen. Edhe më tha, "Mu nga Shqipëria ta po, thash se shefi tash në pasaportë." A më punon tha në Deutsche Welle? Po edhe shpilloi nesër. Edhe tha, "Vjen keq që u tregova një çike rrep me ty, apo do të ndaj një histori." Tha. Ti tha nga Shqipëria ta punon në Deutsche Welle, tha. Unë tha 20 e kusur vite përpara, tha, kur ishte lufta në Kosovë, kam mbuluar tha luftën nga terreni, e di për këmbë tha mu, fiks për Deutsche Welle. A dhe u patën një moment kështu, një moment shumë interesant shkëmbimi dhe më duk tejet e çuditshme që në ditën time të parë të punës takova një person që gjak ishte punuar në njëjtën media dhe për vendin, po themi për vendin tim, për Kosovën, Kosovë, Shqipëri. Vërtet e ka buar, e kështu e gënjesh? Unë mendoj vërtet. Po ti e the që e vërtet, në mënyrë se e shpjegove e the që e vërtet. Vërtet. E gënjeshtë domun. Bindjeve. Mund të kisha bërë një gjë për një histori të gënjeshtë, po kjo është e vërtetë. Në histori që më pikante që me lesh atësia për kjo Ose na do të so fare në unë se gjova fare se kisha mirë. Nëse rrit me fare. Të tregoj shumë. mund ta shmange, por mund mos. Jo, e tregoj, me ata tregoj me sinqert. Po mund mos e thuaj fare. Ata tregoj kështu jo. Kur se gjova. Ta nxojmë Greta? Ta gjojmë. Isha në Itali dhe... Dinjen. A dush me më tregu më mbesh, ashtë të vërtet.